Që nga fillimi i vitit 2026, në strehimoren për viktimat e dhunës në familje, nënat me fëmijë, janë strehuar 18 raste, 7 gra, pjesa tjetër fëmijë, ndërka që numër është shënuar edhe në strehimoren e fëmijëve. Kështu shpreh konsulentja në strehimoren Shtëpia e Sigurt, Saki Bedoli, duke ndarë detaje me numrin e të strehuarve të këtij viti. Gjithsej kanë ardhur 18 raste, prej të cilave 7 gra edhe pjesa tjetër fëmijë, djemë edhe vajza. Këtu sa i përket strehimores për viktimat e dhunës në familje, nënat me fëmijët. Ndërsa në strehimoren e fëmijëve për vitin 2026, edhe ky ke 2026, domethënë kemi krejt 8 fëmijë, prej tyre 5 vajza edhe 3 djemë. Bazuar në numrin e përgjithshëm të strehimoreve, Vetëdijësimi e ka bërë punën e vetë, sepse viktimat kërkojnë ndihmë në institucione, ka bërë të ditur Doli. Bazuar në numrin e përgjithshëm, domethënë në polici ka raste më shumë se që shkojnë strehimore, por bazuar në numrin e përgjithshëm të strehimoreve, mendoj që vetëdijësimi e ka bërë punën e tij, sepse viktimat tani kërkojnë ndihmë në për institucione edhe e bëjnë zgjidhjen, domethënë edhe jashtë strehimores. Mirë po ka dhe rastet e tilla, të cilat nuk kanë zgjidhje tjetër përveç strehimores. Prandaj mund me thënë se pak a shumë ka rënë numri i kërkesave për strehimore. Mekanizmat ndërkomunal, institucionet e po ashtu dhe fushatat sensibilizuese kanë bërë të mundshme që të ketë vetëdijësim më të madh. Mekanizmat ndërkomunal që punojnë nëpër komuna e kanë bërë po ashtu punën e tyre, sepse aty mekanizmi i përbën të gjithë institucionet dhe ato që kanë peshën më të madhe policia, gjykata, strehimorja, qendra për punë sociale, mlidhen edhe jashtë mekanizmave, edhe gjithashtu fushatat, të cilat organizohen çdo vit, por jo vetëm gjatë ditëve që janë të para nga konventa e Kombeve të Bashkuara, por edhe fushatat e përditshme, puna OJQ-ve ka bërë që gratë të vetëdijsohen. Unë dilën isha në teren të komuniteti i Rom Bashkali Egjiptian, besoj që edhe ato gra të cilat ndoshta nuk dinë as shkrim lexim, domethënë duke pas punë me strehimoren, me qendrën, janë vetëdijsuar, edhe tani nuk presin, por kërkojnë ndihmë në institucione. Ndërka që Doli me sera është thasë se përveç viktimave të dhunës, institucioni punon edhe me dhunuesit ku bëhet trajtimi i tyre dhe duket se me këtë fakt është rritur edhe vetëdijësimi. Gjithashtu mund të thekë se na punojmë edhe me dhunuesit. Punojmë më spari janë burrat e grave që janë në strehimore. Edhe na e marrim trajtimin e tyre bëjmë në rrjetin Qeliza. Punojmë me ata që kanë bërë dhunë, sepse ata kanë një dënim alternativ, edhe besoj që nga ato gra që me cilat kemi punu me burrat e tyre nuk kërkojnë ndihmë. Unë mendoj që edhe trajtimi i burrave e ka bërë punën e vet, sepse me burrat pak janë marrë. Ligji ta cakton burgin edhe, por tash trajtimi është vetëdijësimi i tyre. Ata marrin informacion për llojet e dhunës, se ka dha siç jam shën shëplak dhe kjo nuk është dhunë. Domethënë vetëdijsohen edhe ata, edhe mendoj që edhe kjo ka ndikuar në uljen e dhunës, nivelit të dhunës, qoftë në bazë gjinore, qoftë dhunës në familje. Mes tjerash nga strehimorja Shtëpia e Sigurt, bëhet e ditur se gjatë vitit 2025 janë strehuar gjithsej 85 raste, prej tyre 31 gra e 54 fëmijë, ndërka që sa i përket strehimores së fëmijëve, gjatë vitit 2025 janë strehuar gjithsej 24 fëmijë.